Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Krashni Gashtë dhe ju po ndesh në emisionin Drejtësia në Kosovë. Një vendim i Këshillit Prokurorial të Kosovës për të ndërprerë pagesat e avokatëve të cilët angazhohen gjatë marrjes në pyetje në polici, rrezikon të fusë në grevë avokatët e Kosovës. Ne sonte do diskutojmë për këtë problem, e po ashtu për një vendim të odës së avokatëve, me të cilin 80 avokatë të Kosovës janë dënuar me nga 300 euro gjob për shkak se nuk i kanë ndjekur trajnimet e arsimit të vazhdueshëm ligjor. Mirë po fillimisht, juftoj të ndiqni rubrikën një vit më parë. Në emisionin e transmetuar me 15 janar 2012, Drejtësia në Kosovë ka raportuar për problemin e familjeve Jashari, Durici dhe Latifi nga fshati Obranç, komuna e Podujevës. Këto familje, edhe pse pronat e tyre i kanë të regjistruara në katastër, nuk i gëzojnë ato, për shkak se të njëjtat mbahen të uzurpuara nga Said Demiri. Në anën tjetër, i apostrofuari si uzurpator, Said Demiri, ka konsideruar se ato prona i takojnë familjes së tij, edhe pse këtë nuk e pati vërtetuar me dokumentacione përkatëse. Për ruajtjen e pronave, Demiri përveç pengesave, pati bërë edhe kërcënime me përdorim të armëve. Tani një vit pas, Drejtësia në Kosovë ka mësuar se familja Jashari ende nuk është duke gëzuar pronën e saj. Tokat e tyre nuk janë duke i shfrytzuar edhe dy familjet e tjera, Durici dhe Latifi. Ersan Jashari, vllai i Naser Jasharit, ka treguar se vllai i tij ende nuk e ka në posedim pronën të cilën e ka blerë dhe e posedon me dokumentacion të rregullt. Për momentin gjendja nuk ka ndryshuar as pak. Qyshin kom përpara çashtu është. Toka është ç'po dihet këtu. Gjyqja ku ka vendos, pikat janë hjek, na mo me tokë, vllaznia kanë intervenue. Unë i kom nali, kom thonë mani, s'ka nevojë me bo problem, jemi kanë ankue në gjyq, i kanë bo ankesat, gjykata s'ka ndërmarrë as pak. Gjendja është qysha konë. Ashtu. Vllaznia nërë prej Gjermanisë, është ku vlla ka këshyre në gjykat, gjykatësi ju ka drejtu i ka thonë se kemi lëndë me ma të vjetra, ma me prioritet. Për padin që familja Jashari e ka drejtuar në gjykat, ne kemi kontaktuar me gjykatësin e çështjes, Bujar Muzaçi, i cili nuk ka pranuar të dalë para kamerës. Mirë po na ka thënë se kjo lëndë nuk do zgjidhet së shpejti, për shkak se është lëndë e re e vitit 2012, dhe sipas tij, prioritet kanë lëndët e vjetra. Në anën tjetër, policia e Kosovës po ënë se ka hapur rastin për kërcënim, ndërsa për vendosjen e shenjëzuesve në pronat e 3 familjeve pret vendimin e gjykatës. Ka qenë një rast, unë jam informuar nga personeli këtu, do të pasi që ka marrë, se ka ndodhur një kontest pronësor mes dy familje dhe si rezultat kanosja e ndërsjell. Në fakt, debitori e ka kanos kreditorin për faktin që gjykata pas një procedure gjyqësore ka marrë vendim dhe ka ekzekutu për mbarimin e atij vendimi në favor të kreditorit. Pastaj pas ekzekutimit të këtij vendimi, respektivisht pas përmbarimit të këtij vendimi, i dyshuari në rastin konkret e ka zhvendos pozicionet të cilat i ka vendos, domethënë gjykata bashkë me njësinë e katastrit komunal në Podujevë dhe si rrjedhoi policia në Podujevë ka realizuar arrestimin e të dyshuarit për zhvendosjen e këtyre pozicioneve, ndaj të cilit ka ushtruar kallëzim penal. Ky dyshuar ka qenë i arrestuar në afatin prej 48 orësh me rekomandim prokurorit. Drejtësia në Kosovë ka kontaktuar edhe me familjarët e Said Demirit. Vajza e tij Meribane Demiri na ka thënë se babai i saj ndodhet jashtë vendit. Demiri na ka thënë se është e autorizuar të flasë për këtë çështje, mirë po nuk ka pranuar të intervistohet para kamerës. Ndoqëm çfarë ka ndodhur para një viti, t'i kthehemi temës së paralajmëruar në fillim të emisionit, mundësisë që avokatët e Kosovës të hyjnë në grevë. Arsyeja e kësaj greve është fakti se Prokuroria e Shtetit para 6 muajsh ka vendosur të ndërprej pagesat për avokatët të cilët angazhohen gjatë marrjes në pyetje të personave të dyshim në polici. Fjala është për avokatët të cilët angazhohen në rastet kur personat e dyshimt nuk kanë para për t'i paguar avokatët. Dhe për këto raste angazhohet një avokat i cili paguhet nga fondet publike të shtetit. Nga praktikat e deri tanishme, këta avokat ishin paguar nga fondet e prokurorisë së shtetit.
Mirë po para 6 muajsh, prokuroria ka marrë një vendim që t'i ndërprej këto pagesa. Sipas kodit të procedurës penale, organet e ndjekjes janë të obliguara që në rastet kur të dyshuarit për vepra penale u caktohet paraburgimi, ata të kenë avokat. Nëse këta të dyshuar nuk kanë mundësi ta paguajnë avokatin, atëherë shteti e paguan atë për të garantuar mbrojtje ligjore për të dyshuarin. Angazhimet të tilla kryen qoftë gjatë marrjes në pyetje në polici, në prokurori edhe gjatë zhvillimit të procedurës në gjykat. Avokat Driton Govori është njëri nga avokatët të cilët kanë marrë pjesë në marrjen në pyetje të dyshuarve në polici. Zoti Govori, në sa raste nuk jeni pagu ju kur jeni angazhu me përfaqësues sipas detyrës zyrtare në polici? Po, kështu ne kam këtu dy proces verbale. Një është me datën 21/11/2012, prej orës 10:30, faktikisht nga ora 10:30 deri në orën 15:30 kam qenë aty, sepse kam qenë në intervistë edhe pas intervistës në identifikim. Tër ditën edhe kam një rast këtu me datën 24/9/2012 nga ora 13:45. Pra, këto i kam vetëm dy raste festa. A keni kërku dikon kompenzimin e këtyre angazhimeve? Po, ne kam kërkuar, kam shku në prokurorin e Qarkut, pasi deri në atë kohë jemi paguar nga prokuroria e Qarkut. Aty kam takuar zonin administratore në prokurorisë e Qarkut, cila më ka thënë se nuk paguen këto deri në ndonjë vendim të arshëm e cili do të bëhet nga ana e prokurorisë apo institucione tjera. E ma herë shtetërore. Pagu këto? Ma herë to janë paguar nga ana e prokurorisë. Është varur nga vepra, në prokurorisë Qarkut apo prokurori komunale. Pagesat për angazhimin e tij në polici nuk i ka marrë as avokati Behare Jupi. Avokat në ke tregu që ke pas raste kur i angazhu në polici si avokat ex officio e masnej nuk ke marrë kompenzim për atë angazhim. Po, është vërtet se më kanë ftu policia ex officio për raste ndryshme. Zakonisht, pagesat i ka pagu prokuroria. Kemi pas ndoj rast kur kemi ofru fakturat me i pagu shërbimin që ne kemi kryer si avokat, që jemi të obliguam konform dispozitave ligjore. Mirë po prokuror kanë thënë se kanë marrë një urdhëresë nga kryeprokurori që nuk mundin me i krye ato pagesa. Ne e kemi informuar odën avokatëve, pasi që jemi të obliguam si antar të odës të avokatëve që të informojmë për ndonjë paragjithësi që na paraqitet si avokat, e kemi lajmëruar dhe na kanë njoftuar që janë duke u marrë me këtë. Kur ka nisë probleme me mospagimin? Problemi i faktura mendoj që ka fillu dikun në muajin shtator apo tetor. Kemi pas 2-3 raste. Arsyetimi i prokurorisë. Arsyetimi i prokurorisë ka qenë se duhet t'i paguajnë policia thot prokuroria, përreve ato mendoj se janë çështje teknike. Në këto raste autorizim për prokurorit për me u kry këto hetime prej policisë. Po normal, edhe ka pas se policia është ajo e cila të gjitha veprimet që i merr konform dispozitave ligjore që jap kodi i procedurës penale, që prokurori e obligon policin që ti zhvilloj hetimet dhe normal ata me urdhër të prokurorit çdo një e marrin pyetje dhe çdo veprim që urdhëron prokuroria, policia normal e zbaton. Zyrtarët e prokurorisë së shtetit mohojnë mundësinë që avokatët e angazhuar në polici, sipas detyrës zyrtare, nuk paguhen. Zoti Maliqi, avokat janë tu anku se gjatë angazhimeve tyre në polici nuk janë të i marrë pagesat e tyre. Dhe i tash avokat më kanë thonë që i kanë marrë këto pagesa prej prokurorisë shtetit. A ka në vendim për munal të pagesa? Nuk ka vendim për munal pagesat e avokatëve të angazhuar në polici, mirë po është një udhëzim për gjithë administratorët, edhe kryeprokurorët e prokurorive, që në rastet kur sjellen pagesat e avokatëve që janë angazhuar në polici pa autorizimin e prokurorit, pa dijenin e prokurorit, në të raste ne nuk mund t'i paguajmë. Ndërsa në gjitha rastet tjera, pavarësisht që është në ndërtesën e prokurorisë apo është në ndërtesën e policisë, ne i kemi pagu dhe kjo është sqaruar shumë mirë në nenin 99 paragrafi 4 të kodit procedurës penale, që thotë se mbrojtësit e angazhuar nga policia, prokuroria apo gjykata paguhen nga fondet e policisë, prokurorit publik apo gjykatës. Kështu që në këtë aspekt ne vetëm e kemi zbatuar nenin 99 të kodit procedurës penale. Dhe i tash gjitha këto angazhime janë pagu për prokurorisë. Pse keni vendosur me ndërprer?
Nuk kemi vendos me ndërprer, nuk mund të them për diçka që ka ndodhur para vitit 2011, nuk e di si ka qenë ajo punë, se ka qenë kompetenca e Ministrisë Drejtësisë atëherë, mirë po prej se Këshilli Prokurorial është përgjegjës për menaxhimin e buxhetit të sistemit prokurorial, jemi të obliguar që ta zbatojmë kodin e procedurës penale. Mund të them që vetëm vitin 2012 deri me tani janë pagu 1648 pagesa për 236 avokat të angazhuar në procedurë. Shuma e përgjithshme e pagesës brenda këtij viti deri të premten, domethënë me datën 21, është 139.581 euro 55 cent. Nëse krahasohet as kjo shumë me shumën që është paguar në vitin e kaluar, vitin 2011, atëherë del një rritje për rreth 50.000 euro më tepër. 83.518 euro janë paguar vitin e kaluar. Prej avokatëve kem kuptuar që kur ata po thirrën prej policisë me u angazhu, po hezitojnë me shku tash në polici për shkak se nuk po paguhen. Ne kemi marrë edhe një shkresë prej odës avokatëve që ka kërkuar një takim me gjitha institucionet e përfshime në procedurë, edhe Këshilli Gjyqësor, Policia, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave. Ditën e nesërme që kemi pranuar shkresën, kemi kthy përgjigjen për gatishmërinë tonë që takohemi edhe të sqarojmë çështjen e angazhimit të avokatëve. Nuk kemi marrë deri tash një konfirmim ose një përgjigje për një takim të mundshëm, mirë po prapë them se ne jemi të gatshëm që të ulemi edhe ta gjejmë një zgjidhje sa më të përshtatshme. Qysh më mendoni më u bë kjo zgjidhje? Zgjidhja do të jetë gjithmonë në pajtim me rregullat e përcaktuara me ligjin aplikueshëm Kosovë. Me gjithë këtë deklarimet e zyrtarëve të prokurorisë mohohen nga zyrtarët e odës së avokatëve. Administratorja e degës rajonale të avokatëve në Prizren, Agnesa Thaçi, thotë se avokatët e kësaj komune, të cilët janë duke angazhuar në polici, nuk janë duke u paguar. Zyra rajonale nga evidencat që posedon ajo, nga 216 thirrje që janë bërë në drejtim të avokatëve sipas kërkesave të policisë, vetëm 50% nga ky numër janë përgjigjur ftesës pozitivisht, ndërsa pjesa tjetër nuk i është përgjigjur, si për arsyetime të ndryshme. Një ndër arsyeja kryesore është çështja rreth mospagesës avokatëve lidhur me shërbimet të kryera në polici. Qysh po e refuzojnë këtë kërkesë juaj për mu angazhu avokat? Në momentin që thirret avokati, ai kthen përgjigje thotë nuk mund të angazhohem për shkak se nuk paguam për shërbimet që kryen polici. Ka mundësi që shkon deri gjithë dita dhe nuk paguam as kompenzohem për asnjë shërbim që kryen polici. Gjendja e njëjtë për sa u përket pagesave për angazhimet në polici është edhe në regionin e Prishtinës. Ka dikun 5-6 muaj që jenë paraqit këto probleme të cilat kanë të bëjnë me përfaqësimin e avokatëve në polici. Kur them këtë, kam parasysh reflektimet të cilat i kemi në teren, në faktin se avokatët cilët i përfaqësojnë klientët e tyre në polici nuk janë duke u paguar. Jeni të folë për avokatët cilët janë të angazhuar sipas detyrës zyrtare? Po, mu këtu e kam fjalën të avokatët cilët janë të angazhuar sipas detyrës zyrtare, sepse arsyetimi i policisë të Kosovës është se avokatët cilët janë të angazhuar sipas detyrës zyrtare duhet të paguhen nga prokuroria e shtetit. Të jem korrekt dhe të jemi qartë, prokuroria e shtetit i paguan avokatët të cilët i angazhon sipas detyrës zyrtare në ftesë të prokurorit dhe zëvendësve të tyre, do të thotë përfaqësimet në prokurori, ndërsa sa i përket pozicionit të angazhimit të avokatëve në polici sipas autorizimit të prokurorit, kjo çështje ka ngel në mes të rrugës. Tani për tani situatën e kemi kësaj. Avokati shkon e përfaqëson rastin në polici, edhe e përfundon rastin polici, kur vjen çështja e realizimit të meditjeve të tij që i takojnë sipas ligjit edhe sipas rregullorës për tarifën e avokatëve në Kosovë, ajo çështje ngel në gjysmë të rrugës, meqense merr përgjigjen prokurori që atë çështje duhet ta bëj policia. Qysh janë paguar deri tash avokatët ato? Deri me tani problem ka lind para 5-6 muajve. Po, deri me tani këtë pjesë ka mbulu Këshilli Prokurorial i Kosovës. Edhe mendoj se kanë kryer një punë shumë të mirë edhe do të thotë kanë qenë jashtëzakonisht kooperative dhe korrekt në këtë aspekt që edhe në këtë periudhë kohore kanë mbuluar një pjesë e cila ka qenë edhe në polici. Por tani për tani kemi marrë përgjigje se mjetet buxhetore, të cilat
disponon Këshilli Prokuroral i Kosovës nuk i mjaftojnë, do të thotë, nuk kanë mbulesë mjaftueshme që të paguhen edhe avokat të cilët përfaqësojnë palët në polici. Avokat po thonë që sa herë që shkojnë polici, ekziston një autorizim për prokurorit, për shkak se vetë prokurori ka kërku marrën pyetje dyshuarit. Sa herë ekziston ai autorizim, gjitha ato raste janë bërë pagesat prej prokurorisë. Numri i avokatëve të angazhuar, numri i pagesave që janë ekzekutuar në vitin 2012 dhe shuma prej 139.000 eurove, flet që avokati më pagu. Ka po vinë këta avokat, pra që s'po paguhen. Nuk e di. Nëse ata janë të angazhuar në polici, drejt për drejt polici, pa autorizimin e prokurorit, atëherë është çështje që duhet të zgjidhet me policinë. Kështu që edhe kjo do të jetë një prej temave të diskutimit në një takim të mundshëm të gjitha këtyre institucioneve. Dhe presim konfirmimin nga ta për datën e mundshme takimit. Deri tash policia asnjëherë si ka pagu këta avokat. Nuk mund me thoni ka pagu se si ka pagu, ndoshta nuk e ka kryer një obligim të përcaktuar ligjor. Është çështje tjetër, a ka fonde, as ka fonde policia. Mirë po, edhe ne kemi pas problem me fondet, se kemi pas para me diku rreth 85.000 euro për vitin 2012, me rishikim buxhetit, jemi detyruar që prej kategorive buxhetore të bëjmë lëvizjen e mjeteve dhe të mbulojmë gjitha shpenzimet. Dhe pagesat e avokatëve nuk presin më tepër se 10 ditë në zyrën e Këshillit Prokuroral. Tash oda avokatëve ka kërkuar dhe me rrit to pagesa. Është çështje që do diskutohet dhe varësisht nga mundësitë buxhetore. A keni buxhet ju për me rrit? Nuk kemi buxhet. Është e vërtetë që nuk kemi buxhet, mirë po është çështje e marrëveshjes dhe që janë mundësitë. Këshilli Prokuroral në përgjigjen e tij po na thotë që angazhimet ku ka autorizim prej prokurorit gjitha paguhen. Në rastin tuaj ka pas autorizim policia prej prokurorit me i marrën pyetje dyshim. Po, në rastin tim ka pas, sepse gjitha janë me autorizim prokurorit, sepse vetë procedura penale përcakton atë, edhe gjitha rastet ka pas, pra asnjë rast nuk kam qenë unë personalisht të kam fjallën, që kam përfasu palën, që nuk ka pasur autorizim nga prokurori. Aja, u ke shpjeguar prokurorit Qarkut që këto intervista janë bërë me autorizim vetë prokurorit? Po, ja kom shpjegu, edhe më ka thënë që prapë se prapë, deri në ndonjë vendim të ashëm, këto nuk paguhet, por duhet të ruani dikon dhe më vonë të shiqojmë. Edhe pse kjo po më duket një nonsens si llojet vetë, sepse në qëse më paguar deri qatë në kohë prej prokurisë, ata është dashur të bëjnë një zgjidhje, që të marrin një vendim e pastaj të tërhiqen, jo të tërhiqen në formë të njanshme. Për këtë çështje ne kemi kontaktuar edhe me zyrtarët e policisë së Kosovës. Baki Kelani, zëdhënësi i policisë së Kosovës, na ka thënë se për pagesat e avokatëve të cilët angazhohen në polici, është kompetente prokuroria e shtetit dhe policia konsideron se zgjidhja e këtij problemi i përket prokurorisë së shtetit. Se si do zgjidhet ky problem, kjo mbetet të shihet. Mirë po sipas zyrtarëve të odës së avokatëve, nëse pagesat nuk fillojnë të kryhen në një afat sa më të shpejt, atëherë avokatët do hyjnë në grevë. Thonë drejt, tani për tani avokatët janë në një mënyrë nuk janë të motivuar që të vazhdojnë me përfaqësimet e tyre në polici, me vetë faktin se është paraqit kjo pengesë e pagesës tyre sipas detyrës zyrtare. Lidhur me këtë, duhet ju konfirmoj se sekretarin, cilin e kam unë, do të administratorin, e kemi listën e avokatëve, të cilin list jemi në respektim të plot, të dërgesës të avokatëve sipas kërkesës në polici me radhë, si e kemi hartu, mirë po kemi raste edhe kur avokatët në një mënyrë e refuzojnë sepse... A janë shpesh të refuzu këto? Mi thonë të drejten kemi raste të refuzimeve, mirë po edhe një çështje duhet ja them se i kam lutë që për shkak të mirëvajtjes procesit gjyqësor, sikurse në polici, njashtu edhe në hallkat e mëtejme në prokurori edhe në gjyqësi, të mos vimi deri te një bllokim i procesit, sepse do të bëjmë përpjekje që këtë çështje ta zgjidhim. Po, ne kemi kërku sqarime edhe kemi kërku takim të përbashkët me Ministrinë e Drejtësisë, me Këshillin Prokuroral Gjyqësor, me Ministrinë e Financave,
me policin dhe në letrën që kemi dregu pozitivisht është përgjegj për takim vetëm policia dhe prokuroria. Ndërkaq këto institucione tjera ende nuk e kanë konfirmu takimin. Na po presim në konfirmim të një takimi dhe të diskutojmë së bashku, sepse është edhe një çështje se kush është kompetent për vendos për tarifat zyrtare. Përpara ka vendosur miku, tash duhet në bashkëpunim, siç është rasti në rajon, të vendoset mes Ministrisë së Drejtësisë, Odës Avokatëve të Kosovës, Këshillit Prokuror dhe Gjyqësor, po edhe Ministria e Financave është e rëndësishme për faktin se ajo e ndon buxhetin për këto nevoja. Edhe cila do të jetë përgjigjja deri kur të merret kjo marrëveshje? Ne kemi bërë kërkesë, avokatë vazhdojnë përfaqësojnë dhe përkundër kësaj citate dhe janë dy solucione të mundshme. Të ulmi të bisedojmë dhe të zgjidhim problemin dhe solucioni tjetër është ose ta padisim policinë dhe prokurorinë për pagesat e munguara për avokatët, ose edhe në moment caktuar do të jemi të shtrënguar edhe pse nuk e dëshirojmë që të bëjmë një grevë një orëshe për paralajmërim të organeve që mund të bllokohet edhe sistemi, që na nuk e dëshirojmë, por nëse vazhdohet me injorimin e kësaj çështje, disponimi i shumicës avokatëve është i orientuar që ose të zgjidhet çështja ose në fakt të tregohet që ne jemi pjesë e sistemit të drejtësisë tepër një dimension i rëndësishëm që pa punën e angazhimit e avokatëve nuk mund të funksionojë sistemi i drejtësisë në Kosovë. Po thoni që keni me hyrë grevë. Unë tash për tash jam për zgjedhjen e problemeve me biseda, për ata dhe kemi drejtuar letrat veçantë të këtyre subjekteve. Dhe unë shpresoj shumë në arsyet e gjithë këtyre liderëve këtyre institucioneve që do të ulemi bashkë edhe do ta zgjedhim këtë çështje. Ajo është mjeti i fundit i cili kur nuk ka forma tjetër të zgjedhjes mund të përdoret në rrethonat kur vërtet shifet që s'ka dritë në fund të tunelit. A ka rrezik ta shëtuti avokat mos me shku ma polici? Nuk mund të them se edhe nuk ka rrezik, mirë po tani për tani situata nuk është edhe që nuk është edhe ashtu, jo, situata nuk është e mirë. Situata, për mos me thonë, nuk është qetësuese deri në atë mas, mirë po është brengose, sepse nga kjo fazë mund të kalojmë në një fazë tjetër me cilën do të vijmë deri te përgjigjja negative e avokatëve, të cilët nuk do të përfaqësohen në rastin e policisë. Problemi i pagesës së avokatëve ex officio mbetet të zgjidhet. Ajo çfarë është vërejtur nga monitoruesit tanë në rastet e angazhimit të avokatëve ex officio është një varg keqpërdorimësh për faktin se disa avokatë janë favorizuar gjatë angazhimeve ex officio. Fjala është për ata avokatë të cilët kanë pasur miqësi me gjyqtar, prokuror ose polic, të cilët i kanë favorizuar gjatë angazhimeve ex officio. Kjo situatë i kishte lënë jashtë angazhimeve ex officio avokatët të cilët nuk kishin miqësi me prokurorët, gjykatësit ose policët hetues. Sipas zyrtarëve të Odës së Avokatëve, kjo praktikë tashmë është ndërprerë, për shkak se për angazhimin e avokatëve ex officio tani më janë kompetente vetëm zyrat rajonale të Odës së Avokatëve. Kryetar, njëna për kritikave që ka qenë shumë në vëmendjet publikut ka qenë angazhimi i avokatëve sipas detyrës zyrtare. Ka pas vazhdimisht kritika se gjyqtarët i angazhojnë vetëm një pjesë të avokatëve. Ku është procesi? Pyetje shumë rëndësishme edhe me vend, edhe është një analizë që kemi bërë edhe vetë këtij sistemi na, dhe bordi drejtues dhe organet tjera të Odës Avokatëve të Kosovës kemi marrë në përfundim se sistemi i përfaqësimit ex officio apo kryesisht nuk është duke shku sipas normatives dhe kërkesave ligjore. Është shumë e saktë kjo që ka patur numër të caktuar të avokatëve që i kanë marrë rastet ex officio në polici fillimisht, mandej në prokurori edhe në gjykata, them ashtu të ashtu qytet avokat të përzgjedhur, dhe ne për me evitu këtë padrejtësi të them në raport me avokatët e tjerë, kemi ndërtuar një mekanizëm të ri, përmes cilit kemi arritur që ta angazhojmë një prej zyrtarëve në gjitha tubimet regionale që janë në 7 degë regionale, dhe ata administratorë të angazhuar kanë numrin tani telefonik përmes cilit
çdo organ që ka nevojë për angazhim të avokatit i drejtohet atij dhe ai nga lista që ka para vetes për avokatët që do të angazhohen ex officio i dërgon emrat dhe atëherë cili do organ që ka kërkuar angazhimin e avokatit do ta ketë emrin përkatës dhe mund të angazhojë. Kjo ka filluar të jap rezultate shumë pozitive. Ashtu zbatuan krejt rrethet? Në gjitha regionet është ka zbatohet. Unë vetëm po ju sjell një shembull në Prizren, para se të zbatohet ky mekanizëm i ri, dikun prej 7 avokatëve 3-4 avokatë kanë përfaqësuar kryesisht. Dhe pas futjes së këtij mekanizmi, tani veç është krijuar një rand dhe pothuajse gjithë ata që janë të interesuar për u angazhuar ex officio, ju ka dhënë raste dhe mundësia që të përfaqësojnë para organeve shtetërore kur është nisur një procedurë kundër qytetarëve. Megjithë këtë, përfaqësimet sipas detyrës zyrtare nuk shihen të jenë edhe mjaft cilësore. Nga monitorimi i shumë seancave, kom parë që avokatët sipas detyrës zyrtare nuk vinë gjithashtu të përgatitur në seanca. Ka avokatë që nuk pranojnë marrë sipas detyrës zyrtare, por ata që vinë sipas detyrës zyrtare, zakonisht pyesin edhe se cili është i pandeurit cili ka me mbrojtën e, domethënë cili është i mbrojtur im. Ata nuk kanë akt akuz, pajisin aty për aty me akt akuz dhe shpesh herë edhe pasi që pajisin aty për aty me akt akuz, shpesh herë fillojnë seancën dhe e mbajnë seancën, vazhdojnë shqyrtimin gjyqësor, edhe pse nuk e kanë idenë për çfarë bëhet fjalë në atë gjë, pasi që marrin aty për aty akt akuzën. A mundin ta me garantu mbrojtje ligjore për atë person, pa konsultime? Mbrojtje sipas ligjit që kërkohet, mbrojtje efektive faktikisht nuk mund të ketë për vetë faktin se ai nuk është i përgatitur, nuk din çfarë kanë shkresat landës, nuk i di provat, nuk i di dëshmitarët, nuk e di çfarë kanë deklaruar dëshmitarët më parë, çfarë do të deklarojnë, nuk din çfarë do të pyet. Normalisht ai me kalimin në seancën ose në seancën tjetër, për raste më të rënda penale, ai mund të mësoj dhe mund të di, por për raste të vogla penale, komunale, ta marrim për shembull, raste që janë më të thjeshta, tash shumë themelore, avokatët zakonisht mund të mos i dinë pjesën çfarë po bën landa. Apo i bjen kjo që këta avokat nuk e kanë kry punën e tyre ashtu siç e kërkon ligji? Kjo po i bjen që këta avokat kanë ardhur aty veç për me qenë përfaqësues aty, vetëm për mu dok fizikisht e jo për me kryer edhe punën që duhet. Sipas zyrtarëve të odës së avokatëve, në angazhimet ex officio, mbrojtësi duhet ta kryejë punën e tij me ndershmëri. Në të kundërtën, ai rrezikon ta humb licencën. Po folni për angazhimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare, po prej palëve ka bukur shumë kritika që këta avokat shpesh nuk e kryejnë edhe punën e tyre mirë, nuk ofrojnë mbrojtje as adekuate për avokati sipas detyrës zyrtare perceptohet si avokat i shtetit. Unë nikosisht ju bëj thirrje edhe kolegëve të mi të cilët janë avokat në Kosovë dhe ushtrojnë këtë profesion, i cili edhe pse është i lirë edhe i pavarur, kemi obligim ligjor që palën ta përfaqësojnë në mënyrë të denjë dhe në mënyrën më të mirë profesionale të mundshme dhe juridike. Unë duhet t'ju them se nuk duhet krijojmë situata ku të mendojmë se nëse kemi sipas angazhimit ki angazhim maksimum, ndërsa nëse je sipas detyrës zyrtare me shku vetëm me përmbush pjesën formale. Unë nuk mund të them që nuk kemi raste të tilla, mjerisht që kemi, mirë po jemi duke munduar që këtë problem ta sensibilizojmë edhe në nivel të odës avokatëve të Kosovës, edhe në mbledhjet e bordit disa herë kemi potencuar që avokat duhet ta kryejnë punën në mënyrë të ndershme dhe konform ligjit. E çka më bë me këta avokat që se kryejnë punën konform ligjit? Avokatë të cilët nuk e kryejnë punën konform ligjit, sigurisht që neve do t'i përcjellim këto dukuri, edhe këto paraqesin një segment të dukurive jo të hieshme në një farë mënyre, për mos me thonë fazën fillestare negative, edhe do të bëjmë përpjekje që t'i eliminojmë. Në raste të tjera, atëherë do të shohim solucionet në kuadër të autorizimeve të odës se çka do të bëhet vete. Çka do të më bëj pandeuri në raste të tilla kur avokat nuk i kanë garantuar dhe mbrojtje të mirë ligjore? Po, ky kish pas mundësia vetëm edhe më e mirë është mu anku, fillimisht e kryetari i trupit gjykues, pastaj mu anku edhe notë avokatëve, edhe kryetari i trupit gjykues nikosisht mu anku notë avokatëve edhe me lajmëruar avokatëve për mungesën e mbrojtjes adekuate nga ana e një avokatit antar të odës avokatëve. Ndodh kjo në praktika, unë nuk kam dëgjuar raste, domethënë nga se palët nuk janë të informuar, gjykata nuk i informon, nuk e informon odën avokatëve, pas nëse shqipton ndonjë dënim për avokat informon atëherë, po kështu në këto raste jo. Domethënë të dyshimtit nuk e ndihin për rregullin që mund mu anku nëse avokati nuk i ka përfaqësuar mirë.
Jo, me sa di unë nuk dim, për shkak se oda avokatëve më duket që është goxha e mbyllur dhe nuk tregon se ka mekanizma të cilët mund t'i dënojë avokatët. Kryetar, ka shumë ankesa për sa i përket përfaqësimit të autorizuar ex officio të avokatëve. Qytetarët ankohen se nuk po i mbrohen mirë drejtat prej avokatëve. Ku mund mu anku ata? Adresa e ankesave është në Odën e Avokatëve të Kosovës. Na kemi edhe një sistem të ri edhe në webfaqen, ku kemi plasuar një formular. Ka mundësi në për gjitha degët regionale të bëhen ankesa, po edhe në zyrën qendrore në Prishtinë, sepse është detyrë e secili avokat, edhe nëse angazhohet ex officio, pra kryesisht, të përfaqësojë dënsisht klientin e tij në një çështje që është në procedim me sipër në gjykatë. Çdo mos përfaqësim i den paraqet shkelje të kodit etikës dhe të profesionalizmit dhe i ka mundësi që organeve të Odës së Avokatëve të Kosovës që merren me disiplinën e avokatëve të nisin procedura për përcjelljen e tyre. Ka një procedurë që është nisur për këto raste? Sistemi disiplinor në Odën e Avokatëve të Kosovës ka pësuar reforma rrëndësore. Ty falenderoj angazhimit të avokatëve dhe punës të tyre që kanë bërë në aprovimin e rregullatives, po edhe njëkohësisht edhe ty falenderoj bashkëpunimit që kemi pas me si motrat odat e avokatëve në Evropë, veçmas kemi marrë shumë nga sistemi irlandez, edhe tani veç jemi shumë efektiv. Unë sipas të dhënave statistikore, vetëm si vjet janë iniciu një varg procedurash disiplinore, ashtu që në janar të vitit 2012 këtij viti, domethënë kanë qenë 6 landë, në maj të këtij viti 7 landë, në korrik 19, në tetor 7 landë, në nëntor 6 landë. Gjithsesi 45 landë që nis procedurat, edhe për cilat organet e shkallës së parë kanë vendosur. Këtu përfshihen plus kur i shtohet edhe vendimi i organeve që kanë të bëjnë me mosvimin e arsimit të vazhdueshëm ligjor. Kështu që faktikisht i kemi diku kanë marrë dënim për shkak se nuk i kanë përfaqësuar den interesat e klientëve tyre. Specifikisht lidhur me këtë dimension nuk i kam statistikën, dhe ka pak raste që kanë paraqit qytetarët, sepse ende mungon vetëdijësimin, kuptimin e asaj që qytetari ka të drejtë të paraqesë një avokat nëse nuk e ka përfaqësuar dinjësisht. Edhe pikërisht kjo është një detyrë në tamën që na mbetet, me punu edhe me opinion publik, me informu se ata kanë edhe drejta në këtë dimension të nisin procedura për mos përfaqësimin e den nga ana. Ka rrezik avokati me hub krejt licencën nëse nuk e ka përfaqësuar dinjësisht klientin. Edhe në rastet ex officio, po edhe në raste tjera. Paraqet shkelje të rëndë detyrave dhe shkelja e rëndë detyrave varësisht nga pesha që do ta vlerësoj komisioni i përkatës, ka kompetencë dhe ingerenca të shqiptojë edhe atë mos. Çdo shkelje e rëndë detyrave të punës i jap mundësi organit kompetent që zhvillon procedura disiplinore të shqiptojë mosat deri në pezullimin e licencës, që është prej 1 deri në 5 vjet që mund të pezullohet. Drejtësia në Kosovë ka kërkuar nga zyrtarët e Odës së Avokatëve që konform ligjit përqasen në dokumentet publike, Oda të bëjë publike emrat e avokatëve, të cilëve u janë shqiptuar këto gjoba. Një kërkesë e tillë është refuzuar me arsyetimin se rregulloria për masa disiplinore nuk e lejon një gjë të tillë. Kështu nëse pala dëshiron të di nëse avokati që dëshiron ta angazhojë është i trajnuar mjaftueshëm për ta kryer profesionin e tij, një gjë e tillë është e pamundur. Kjo situatë sipas drejtorit ekzekutiv të Odës, Ylli Zeka, do rregullohet me një rregullore të veçantë, të cilën Oda tashmë e ka hartuar, e cila do krijojë qasje në të dhëna të tilla. E-licencat rrezikojnë t'i humbin edhe rreth 20% e avokatëve të Kosovës. Së fundmi Oda e Avokatëve ka gjobitur me nga 300 euro gjop 80 avokatë të cilët nuk i kanë ndjekur arsimimin e vazhdueshëm ligjor. Sipas zyrtarëve të Odës, nëse këta avokatë edhe gjatë vitit 2013 nuk e ndjekin arsimimin ligjor, atëherë ata rrezikojnë t'i humbin licencat e tyre. Gjatë kohëve të fundit është ngrit një çështje në diskutim. Shumë avokatë kanë marrë dënime prej Odës të Avokatëve për shkak se nuk e kanë ndjekur trajnimin e vazhdueshëm ligjor.
sa avokat të Prishtinës e kanë marrë këtë dënim? Fillimisht duhet t'ju njoftoj se sipas ligjit për avokatin cilin e kam këtu pranë, do të thotë i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2009, në nenin 15 paragrafit 2 është e parapar që është çdo avokat ka për obligim të vijoj arsimin e vazhdueshëm ligjor. Do të thotë është obligim ligjor, nuk është e karakterit fakultativ. Kur e them këtë, në harmoni me nenin 15 të ligjit avokatisë është nxjerrë dhe rregulloria nga ona e Kuvendit Odës, rregulloria e cila ka të bëjë me arsimin e vazhdueshëm ligjor obligativ. Kur e them këtë obligativ, do të thotë është e obligueshme për gjithë avokatë që janë të licencuar në Kosovë. Do të thotë është fjala për 560 avokatë sa ka territori i Kosovës, ndërsa 262 ka regioni i Prishtinës. Është obligimi i tyre me viju, do të thotë avokat cilët kanë më tepër përvojë se 3 vite duhet i kenë 10 pojena, 10 kredi, 10 pikë si neve i quajmë, edhe avokat cilët janë nën 3 vjet duhet i kenë 15 pikë. Nëse e marrëm dhe zbërthejmë këtë matematikë thjesht, rezulton se secili avokat 4 deri në 5 trajnime vjetore duhet i përcjell brenda një viti. Unë e konsideroj që kjo nuk është një ngarkesë e madhe, sepse edhe angazhimet cilat koordinimi i punës i cili bëhet lidhur me trajnimin, zakonisht aranjohet ditëve të vikendit, kushtimisht me thonë të shtuneve, për mos mi pengu avokatën në procesin e punës. Atëherë, nga kjo mund të shihni se nëse oda e avokatëve të Kosovës, njëkohësisht edhe rregulloria për arsimin e vazhdueshëm ligjor ju ka ofruar një favor, si thosh që për mos me thonë se me caktuar edhe terminet jo në javën e punës, po ditëve të vikendit, atëherë duhet gjendet edhe 4 vikende ti ndajmë për me Pse s'kan ardhur avokat më trajnu? Nuk e di, kjo është një pyetje e cila... A i keni pyetjut? Kolegi keni? Në një që ka marrë dënim? Kolegi kam edhe pjesën pe kolegëve të cilët sinqerisht i kam kolegë të mirë edhe që janë të dënuar. Edhe sinqerisht duhet ju tregoj edhe t'ju them se vendimet cilat i ka pruar oda avokatëve të Kosovës janë shumë drejta, edhe pse ju ka shqiptuar vendimet me të cilat i ka dënuar me 300 euro gjob, për arsye se kur kemi avokat i cilin, nuk duhet ta potencoj me emër mbi emër, ka 72 pikë. 72 pikë një pej avokatëve që është në listën neve të cilën e mbajmë, 72 pikë kredit i ka në vijimin e trajnimeve, atëherë si është e mundur unë 10 pikë nuk jam në gjendje me i bom brenda një vitit. Atëherë, konform kësaj atë... Në është i kanë menu që si dënane? Ndoshta kanë menu dhe që nuk i dënojnë. Mirë, po t'jemi, unë thonë sinqerisht, i kam njoftu, por mos me thonë se bjen ndoshta në mënyrë të vrasht, me thonë ja kom tërhiq vërejtën, se neve jemi ata të cilë duhet ta zbatojmë ligjin, edhe duhet i zbatojmë rregulloret. Nëse avokati është ai i cili promovon sundimin e ligjit edhe mbrojtjen e ligjit, atëherë neve nuk është dashur me ardhmë në pozicion tillë të shqiptojmë vendime me gjob për mos vijimin e trajnimeve. Është një numër i madh avokat. Po, është një numër i madh, duhet ju them edhe një çështje. Në regionin e Prishtinës afër ndoshta është një pjesë e avokatëve të cilët mendojnë pak më ndryshe sepse neve nuk na nevojitet arsimi i vazhdueshëm ligjor. Kjo është edhe një prej arsyeve, duhet ju them shumë mënyrë sinqert. Kanë një bindje që disponojnë me një honi të mjaftueshme, njohin legjislaturën, njohin përvojat, njohin lamite për cilat e ushtron detyrën edhe profesionin edhe nuk kanë nevojë për me vazhdu, gjatë që kjo në një mënyrë nuk lejohet, për arsye se dispozitat ligjore neve na obligojnë. Edhe një çështje duhet të them, këtë rregullorën e arsimit vazhdueshëm ligjor vetë ne avokatë kemi votuar. Vetë avokatë kanë votuar në Kuvendin e Odës avokatëve të Kosovës. Atëherë një rregullore të cilën neve e kemi pruvet, atëherë kemi edhe obligim me zbatu. Nuk është e hijeshme për me thonë se avokatët mu dënu për shkak të mos vijimit të këtyre trajnimeve. Trajnimet janë shumë profitabile, janë frytdhënëse edhe janë konform standardeve dhe rregullave ndërkombëtare.
Zoti Dobruna, kohëve të fundit Oda e Avokatëve ka vendosur me i dënu rreth 80 avokat për shkak se nuk e kanë njeh trajnimin e arsimimit vazhdueshëm ligjor. Pse keni vendosur me bë këtë? Kjo është një kërkesë e dispozitave të aprovuara nga Kuvendi i Odës Avokatëve të Kosovës dhe rregulloria e arsimit vazhdueshëm ligjor parashef ndëshkime për ata që nuk respektojnë dhe nuk vijojnë arsimin e vazhdueshëm ligjor për faktin se që nga viti 2009 arsimimi i vazhdueshëm ligjor në Odën e Avokatëve të Kosovës është bërë i obligueshëm. Dhe ne vetëm kemi zbatuar një dispozitë që vetë avokatët e kanë votuar dhe përpasoj ka pas nxjerrjen e disa vendimeve që janë ndëshkime mandatore për ata që nuk i kanë përmbush kredit siç e përcakton vetë rregulloria. Kryetar, është bukur një numër i madh, janë rreth 20% e avokatëve që nuk i kanë njeh këto trajnime. Ku qëndron arsyeja? Unë vlerësoj se ndoshta nuk e kemi bërë një angazhim më të mirë në kuptimin e sensibilizimit. Ndonë se na kemi pas takime edhe me avokatë dhe kemi informuar për aprovimin edhe vetë e kanë votuar këtë rregullore, por ndoshta është dashur të paraprihet edhe një paralajmërimi të mundësisë zbatimit të kësaj rregullore në mënyrë rigoroze. Unë edhe kur kam kandiduar për kryetar të Odës Avokatëve të Kosovës, në programin tim kam shprehë gatishmërinë time që të zbatojmë dispozitat që janë në fuqi dhe unë jam duke i përmbajtur në tërësi premtimit që kam dhënë dhe në këtë drejtim mendoj që kjo nuk ka pas qëllim dëshkimin e avokatëve, por rikthimin e vëmendjes tyre në një proces shumë të rëndësishëm të arsimimit vazhdueshëm ligjor, i cili do të ndikojë në rritjen e cilësisë së përfaqësimit të avokatëve para organeve gjegjëse në përfaqësimin e interesave të klientit të tyre. Pa keni pyet ju avokat, cila ka qenë arsyeja që ata nuk kanë ardhur në trajnimet e Odës? Ka shpjegime të ndryshme dhe disa kanë dhënë shpjegime që nuk kanë qenë sa do të informuar për pasojat e mundshme që mund të jenë. Po i bjen që nuk e kanë ditë që keni me i dënu? Ose kanë shpresuar që nuk do të zbatojmë rregulloren, janë këto dy opsione të mundshme, por në fakt kampanja që u zhvillu atëherë në mbështetje të Abarollit, ne kemi pas takime direkte me avokat, janë thirrë në takim, pjesëmarrja aty nuk ka qenë shumë e madhe, mirë po na kemi vazhduar të i informojmë prapë avokatët, edhe para se të merren vendimet e kësaj natyre, ne sërish i kemi dërguar nga një letër gjithë avokatëve që si kanë përmbush kredit dhe në afatin shtesë i kemi thirrë që të vazhdojnë të vijojnë ligjëratat dhe të përmbushin orët dhe përkundër faktit që i kemi informuar me letra rekomanduese që secili i kemi dorëzuar veç e veç, një pjesë e tyre nuk kanë ardhur dhe na jemi detyruar me zbatuar rregullativën dhe natyrisht kemi marrë vendimet të cilat edhe i ka mbështetur bordi drejtues i Odës Avokatëve të Kosovës. Drejtësia në Kosovë ka kërkuar të di se kush janë avokatët ndaj të cilëve janë shqiptuar masa disiplinore të formës së prerë. Edhe kjo çështje është ndaluar nga zyrtarët e Odës me arsyetimin e njëjtë se këtë nuk e lejon ligji. Zyrtarët e Odës kanë premtuar se me rregulloren e re, kjo çështje do lejohet. Avokat keni njëne për avokatëve që i keni ndjek mas shumë të trajnimet e Odës Avokatëve të Kosovës. Pse e keni bërë këto? Është e vërtet se jam ndër ata avokat të cilët kanë ndjekur me përfaqësimin më të madh të kredive, trajnimet, seminaret të organizuara nga qendra trajnuese të Odës Avokatëve të Kosovës. Këtë e kam bërë nga dy arsye. E para, sepse e kemi obligim të detyrueshëm të ndjekim arsimin e vazhdueshëm juridik dhe së dyti nga kënaqësia që ti përcjelli trendet, ndryshimet ligjore, praktikat gjyqësore, që të jemi në koherencë me zhvillimet dhe arritjet në fushën e jurisprudencës. Sa herë një aftër dashur me shku për me një këtë trajnime, me i mri gjitha këto pikë? Po këto nuk janë me javë, Si keni brenda kalu muajit janë brenda shtatë muajit. Ato janë mbajtur qoftë në Prishtinë ose në Prizren, që e mbulon regionin e komunës së Prizrenit, dhe si kundër që thash, nuk ka qenë për mua prioritare
që t'i grumbulloj kredit e nevojshme që një avokat ka për obligim si pas dispozitave apo regulativës ligjore të odës avokatëve të Kosovës, po sepse është një imperativ për një intelektual, për një avokat që t'i ndjek të gjitha zhvillimet në fushën e jurisprudencës të ndryshimeve ligjore, sepse fundja gjithë këtë e bojmë për të treguar një performansë sa më të mirë dhe efikasitet për realizimin e interesave që përfaqësojnë palën në organet e drejtësisë, qoftë në prokurori, qoftë në gjykatë apo në çështje tjera administrative. Fakti se rreth 20% e avokatëve të Kosovës nuk i kanë ndjekur trajnimet gjatë këtij viti është shqetësues. Sipas zyrtarëve të Odës, nëse këta avokat nuk i ndjekin trajnimet gjatë vitit të ardhshëm, do t'i humbin licencat. Zotë Avolli, sa avokat janë dënu të regionit Prishtinës për shkak se nuk e kanë ndjek arsimimin ligjor? Arsimimin e vazhdueshëm ligjor kanë qenë të obliguar të ndjekin 262 avokat të regionit Prishtinës, cilën e mbulon në regionin Prishtinës Drenasin, Podujevën, Prishtinën edhe Lipjanin. Prej tyre janë dënu 61 për shkak të mos vijimit të arsimit vazhdueshëm ligjor. Kur them këtë, kam parasysh se me nenin 7 të rregullores për arsimin e vazhdueshëm ligjor janë para pa sankcionet e mundshme të cilat do të rrjedhin në vazhdimsi nëse avokati i caktuar nuk vijon arsimin e vazhdueshëm ligjor. Çu shkan me kon këto sanksione? Ka me vazhdu gjoba gjithmonë se nuk janë shumë 300 euro për një avokat. Po sigurisht që edhe vitin ardhshëm nuk vazhdon me ndjek trajnimin. Prapë po më dënu 300 euro? Sigurisht që neve do të respektojmë rregulloret edhe konform rregullores do të veprojmë, sigurisht që edhe avokat duhet të jenë të vëmendshëm dhe të respektojnë këtë rregullore. Me rastin e parë u tha se avokati mund të gjobitet deri në 300 euro. Nëse edhe vitin tjetër vazhdon me të njëjtën sjellje, atëherë do t'i bëhet një njoftim avokatit se është i obliguar që të përmbush kreditet caktuara, sepse në të kundërtën atëherë do të paraqitet një kërkesë drejtorit ekzekutiv të odës avokatëve me kërkesë që të njëjtit t'i pezullohet licenca. Në fakt, në pezullimin e licencës, nëse mund ta zbërthejmë në këtë mënyrë, atëherë ai nuk ka të drejtë përfaqësimi. Si mundet me kthy këtë licencë ai avokati nëse i mirët? Avokati mund ta kthen licencën me kusht që të përmbush obligimet të cilat rrjedhin prej rregullores për arsimin e vazhdueshëm ligjor. Do thotë duhet të përmbush kreditet caktuara. Nëse bëhet fjalë themi për 2 vit, nuk ka vazhduar, atëherë duhet t'i ketë ai 20 pikë. Edhe në momentin e dëshmimit se i ka kryer arsimin e vazhdueshëm ligjor, atëherë mund t'i kthehet licenca, mirë po do ta ketë një gjobë e cila përfshin shumë prej 1000 eurosh. Këto mjete do derdhen në fondin e odës avokatëve të Kosovës. Çka nëse këta avokatë edhe vitin ardhshëm nuk i ndjekin trajnimet? Na jemi të vendosur në zbatimin e rregullativës. Ajo rregullativa është mjaft e qartë dhe nëse nuk i përmbushin obligimet, pason ndëshkimi tjetër, i cili është deri në 1000 euro ndëshkimi, dhe nëse prapë nuk përmbushet ajo, mund të niset procedura për heqjen e licencave për ata që nuk i nënshtrohet kërkesës së normatives që cilën vetë kanë votuar. Këta avokat nuk i kanë ndjek trajnimet. A do thotë që këta dinë më pak se avokat tjerë që i kanë ndjek trajnimet? Dinamika dhe kërkesat e profesionit të avokatit janë të asoj natyre që kërkojnë angazhim të vazhdueshëm, kërkim ligjor, përcjellje të ndryshimeve dhe çdo kush që ka mbet jashtë këtyre trajnimeve, sigurisht se ka përpasoj mungesën e informacioneve të reja, të cilat janë konform ndryshimeve të reja të sistemit. Edhe sigurisht janë të hendikepum, edhe më shumë të dëmtuan vetë ata, për arsye se nuk mund të përballë me kërkesat e reja ligjore për përfaqësimin e denj para gjykatave ose organeve tjera gjyqësore në interes të klientit.
e licencat tashme u janë pezulluar 3 avokatëve të cilët gjatë këtij viti janë përballur me akuzat të prokurorisë për shkak të veprave penale. Mirë po në këtë rast, edhe përkundër premtimeve, licencat nuk i kanë humbur edhe ish-gjykatësit dhe prokurorët të cilët para 2 vitesh aderuan në odën e avokatëve për shkak se nuk u emëruan si gjyqtar ose prokuror. Fjala është për rreth 50 avokat, të cilët pas testimit të kaluarës së tyre, dalën se nuk ishin të denjë të ishin gjyqtar dhe prokuror për shkak të keqpërdorimeve dhe korrupsionit. Këta ish zyrtar pasi nuk ishin të denjë për gjykatës dhe prokuror me syn avokatin. Me gjithë faktin se ligji mbi avokatin kërkon që antarët e odës së avokatëve të kenë një të kaluar të pastër, këto standarde nuk u zbatuan edhe për këtë kategori. Sipas zyrtarëve të odës, këta ish gjykatës dhe prokuror të përfolur për korrupsion dhe keqpërdorime, dalën të jenë të pastër pas verifikimit. Avokat, problem tjetër ka qenë edhe angazhimi i ish gjyqtarëve dhe ish prokurorëve, që në procesin e riemërimit nuk kanë kalu dhe nuk janë zgjedhur gjyqtarë dhe prokuror si antarë të odës të avokatëve. Ka pas mjaft diskutime, po nuk kem pa largime prej odës të avokatëve, këtyre njerëzve që nuk kanë qenë denjë me punu në sistemin e drejtësisë. Ku janë procedurat për këta njerëz? Sipas statistikave që kam nga administrata e odës, dikun sillet numri këtyre ish bars të funksioneve qoftë gjykatës ose prokuror që tash e kryen detyrën e avokatëve dhe janë licencuar në odën e avokatëve dikon rreth 54 veta. Ka ekzistuar një procedurë e veçantë e cila është formsuar edhe me ligjin mbi avokatin të vitit 2009, e cila edhe tash është në fuqi, përkatësisht me nënën 6 janë përcaktuar kushtet e regjistrimit dhe licencimit të një kandidati të mundshëm për avokat. Në mesin e atyre kushteve janë aspekti formal e juridik që duhet plotësoj të jetë jurist, të ketë provimin e jurisprudencës, të ketë provojën, dhe në këtë drejtim ne e kemi ndarë në 2 faza në mundësinë e regjistrimit dhe licencimit të atyre kandidatëve që kanë më pak se 3 vjet provojë pune, ata i nënshtrohen një kursi 3 mujor, që është përcaktuar me normativën tonë dhe një testimi me shkrim, për të pa aftësi dhe zotësitë e tyre se ai përmbushin kushtet e parapame për aspektin profesional të përfaqësimit të çështjeve në gjykata. Ndërkaq, sipas normativës tonë, për ata që kanë mbi 3 vjet punë, përvojë në sistemin juridik, në çfarë do lamje, ata nuk i nënshtrohen këtij testimi, duke konsideruar se ata kanë bërë një eksperiencë në përvojë, po vetëm duhet të plotësojnë kushtet formale juridike tjera për me u licencu. Ndër kushtet tjera të rëndësishme për ish barësit e funksioneve, gjyqtarë dhe prokuror, janë përcaktuar edhe kushtet ligjore mbrenda të cilave na edhe kemi vepruar. Ato kushte ligjore janë që kandidati i cili ka aplikuar dhe ka qenë barës i funksioneve qoftë gjyqtar apo prokuror, duhet të sjellë dëshminë se nuk ka qenë i dënuar për vepra penale, që e bëjnë pa denjë për ushtrimin e profesionit të avokatit sipas kodit të etikës. Kjo do të thotë që edhe mund të ketë që kanë pas në vepra penale, si bie fjala një aksident komunikacioni, i cili mund kryhet nga pakujdësia, ai nuk e bën pa denjë. Dhe nuk është pengesë, por nëse është i lidhur direkt me ushtrimin e profesionit të avokatit, atëherë nëse ai ka sjellë dëshmi që ka qenë edhe nuk ka pas mundësi të regjistrohet. Mandej, kusht tjetër ka qenë të mos jetë i përjashtuar ose i pezulluar nga detyra e gjyqtarit, e prokurorit ose avokatit. Do të thotë, këto kushte janë rigorizisht të përcaktuara me dispozitat e ligjit për avokatin dhe meqense se nga kandidatët që kanë aplikuar dhe nga kërkesat tona që kemi drejtuar Këshillit Gjyqësor Prokuroral atëherë, nuk ka rezultuar që këta ish gjyqtarë dhe prokuror kanë qenë qoftë të pezulluar apo të përjashtuar nga detyrat që kanë shtuar një pjesë shumë e madhe e tyre kanë qenë në masa disiplinare, kanë qenë të hetuar për zyrës prokurorit disiplinor, kanë qenë pak para largimit për sistemit për shkak se kanë pas shkel. Është një fakt që na kemi analizuar edhe pikërisht kemi pas një situatë të tillë që kemi shtyr edhe licencimin e disa avokatëve dhe kemi kërkuar verifikimin e pikërisht të këtyre procedurave. Dhe na kemi marrë nga kompetentët përgjigje se ato procedura nuk janë përfunduar.
dhe derisa nuk ka përfundim në një çështje, edhe qoftë që është iniciuar, atëherë ne nuk mundemi me paragjyku fajësinë e tij. Edhe nga ana tjetër, si dhe avokatët e Kosovës, na nuk kemi ingerenca për të shqiptuar një ndëshkim që ka ndodhur që është në kompetencë qoftë Këshillit Prokuror apo gjyqësor. Edhe si e tillë është parimi i njohur i prezumimit pafajësisë, cilin nuk mundim na me marrë si të saktë nëse vetëm është iniciuar procedura nëse nuk ka ndëshkime. Dhe po ashtu kjo është e lidhur edhe me dispozitat e nenit 6.17 edhe 1.8 se a ka qenë i përjashtuar apo i pezulluar nga detyra. Kjo është më rëndësi për Ordin e Avokatëve të Kosovës, po që se kandidati i mundshëm ka qenë i pezulluar ose i përjashtuar, qoftë prokuror, gjyqtar apo avokat, ai nuk mund të regjistrohet pa kaluar afati për 5 vitesh që është përcakton edhe vetë kjo dispozitë e nenit të cituar. Dhe regjistrimi mund bëhet tek pas kalimit të afatit për 5 vjet. Por në nenin 6 paragrafin 2 ekziston mundësia e anulimit të një regjistrimi si pasojë e regjistrimit pa rregullt, nëse gjatë hetimit të një dosje të caktuar vërtetohet se regjistrimi i tillë ka qenë i parregullt. Na nuk kemi pas ndonjë indicie tash për një kandidat që me hulumtu dosjen e tij, nga e cila do të nxjerrim përfundimin se ka pas regjistrim pa rregullt edhe me anuluar regjistrimin e tij. Nuk përjashtohet mundësia në momentin që marrim informacione se ekziston një provë që flet se një kandidat ka ofruar ose dokumentacion jo të saktë ose nuk ka qenë dokumentacioni i vërtet, e tjera, mund të rishikohet dhe nëse vërtetohet që dokumentacioni nuk i ka kriju mundësi për regjistrim të rregullt, ai mund edhe të shërgjizohet përkatësisht të anulohet regjistrimi i tij. Kryetari, një pjesë e ish këtyre barzave të funksioneve në drejtësi tashmë po akuzohen për prokurorisë. Kemi disa raste të kryetarëve të gjykatave, gjyqtarëve, që po akuzohen për prokurorisë për kryerjen e veprave penale. A ju kanë marrë licencat ju në njerëzve që janë të akuzuar për prokurorisë? Edhe këtu kemi grupin e fundit gjykatës komunale të Prishtinës ose gjykatës Sharkut që pjesa më e madhe janë avokatë. Edhe në këto rrethana na kemi parasysh rregullativen që kemi. Dhe rregullativa thotë që për ata të dyshuar që janë të licencuar si avokat në Ordin e Avokatëve të Kosovës, nëse niset një procedurë penale, mund të pezullohet licenca vetëm pas konfirmimit të aktakuzës. Ne kemi 3 raste që i kemi pezulluar për shkak të konfirmimit të aktakuzës. Sfundi 2 prej avokatëve që kanë qenë të akuzuar dhe janë ende në masë e pezullimit të licencës janë liruar nga gjykata e shkallës së parë, por prokurori ka ushtruar mjetin juridik të rregullt ankesën dhe deri në pritje të vendimit definitiv mbeten të pezulluar. Në momentin kur vendos gjykata dhe ka vendim definitiv, do të veprohet konform atij aktgjykimi, nëse është lirues do të ju kthehet licenca, nëse rikthehet në rigjykim dhe ka aktgjykim dënues, atëherë na do të veprojmë konform ligjit. Shikues të nderuar, mbetet të shihet nëse Oda e Avokatëve të Kosovës do i pezulloj licencat për avokatët të cilët akuzohen nga prokuroria. Ne do vazhdojmë ta monitorojmë këtë proces. Kjo ishte e tëra për sonte. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia. Ju mund të na ndeshni në drejtësia në kosovë.com dhe nga unë Krishni Gashi. Deri të dielën e ardhshme, mos e shkelni ligjin.